Peshqit zonja Elena ankohen gjithmonë duke qenë se janë të fundit në renditje, por jo nga rëndësia në mënyrë absolute. Thonë se deri në fund energjia është lodhur, se kur nuk na e bën të mirë. Lodhur, por gjithmonë peshqit lodhen shpejt. Lodhen shpejt peshqit. Po, e vërtet. Atëherë, të gjithë të lindurit nga data 19 shkurt deri në datën 20 mars. Çfarë thot astrologjia dhe më konkretisht letra tarot për peshkun në shkurt? Pavarësisht që peshqit kanë kaluar shumë situata, mund të kenë pengesa, mund të kenë situata të vështira, do dalin të fituar. Do të çeli diçka e re, do bëjnë udhëtime të gjata, dashuri pasionante, mund të kenë dhe lidhje të reja, mund të kenë rikthime i dashur ose i dashure, por mund të rilindi një dashuri vulkanike. Do kenë përfitime të vogla në financët, do marrin lajme të mira nëse kanë bëjmë me seancë gjyqësore drejtësinë ose nëse janë të pushtetshëm, nëse kanë ndonjë gjyq, do ta fitojnë, po do dalin të fituar, do dalin drejt atyre. Probleme me shëndetin nuk shikoj, por në përgjithësi dhe peshqit do jenë mirë. E kuptoj, në generalitet pra shkurti që nga mirë për peshqit. Është super mirë, shumë